Dhoma e përbashkët ishte e mbushur me një tension të padukshëm, por të ndjeshëm në çdo ajër që lëvizte. Banorët ndanin shikime të shkurtra midis tyre, disa duke buzëqeshur nervozisht, disa duke mbajtur frymën, të gjithë të vetëdijshëm se po ndodhte diçka që mund të shpërthente në çdo moment. Në qendër, Eliona dhe Labinoti qëndronin përballë njëri tjetrit, duke marrë të gjithë vëmendjen. Labinoti, me një ton të prerë dhe një shikim pak të ftohtë, tha: "Mos mu afro, se të vjen era duhan." Fjalët e tij ishin si një sfidë e hapur. Të gjithë ndaluan për një moment, duke ndjerë tensionin që rriteshte. Eliona nuk mund të lejonte të fshihej pas fjalëve të tij dhe ju përgjigj me vendosmëri. "Por një ton qëmbës, a e kam përdorur ndonjëherë historinë time në shtëpi? Po të duket se jam përpjekur të manipuloj dikë, po jo. Nuk është e drejtë që ta thuash këtë." Banorët e tjerë e panë se situata po zhvillohej si një përballje e vërtet dramatike. Njerëzit filluan të afrohen pak më shumë, duke krijuar një rreth të vogël rreth tyre, duke dëshmuar çdo fjalë dhe çdo reagim. Labinoti ngriti supet dhe foli me një ton të ftohtë, pothuaj kërcënues: "Historia jote është fake, nuk është reale. Më kanë sjell nga Gjermani dhe nuk e ke treguar. Po të ta japin votën Shqiptaria, vetëm se i dhimbësh shumë për disa gjëra, për të tjerat nuk ta japin as lojën. Nuk të pëlqejnë, as nuk të vlerësojnë si duhet." Fjalët e tij ishin të forta, si një goditje e papritur. Eliona ndjell një valë zemërimi, por përpiqej të qëndronte e kontrolluar, duke marrë frymë thellë dhe duke mbajtur shikimin e drejtuar drejt tij. Ajo ngriti pak duart dhe tha me një forcë të qartë: "Mos hidh kunja, Labinot. Mos përpiqesh të më ulësh me fjalë, sepse nuk ta mban morali." Banorët mbajtën frymën. Disa ishin të habitur nga ashpërsia e situatës, disa e shikonin me admirim vendosmërinë e Elionës. Atmosfera ishte e tensionuar, por edhe elektrizuese, si një shkëndijë që mund të ndezte çdo moment. Labinoti ju përgjigj me një gjest të vogël të dorës. "Duke treguar vendosmëri dhe një farë superioriteti, ti ke treguar vetëm sepse ke moral të dobët. Nuk është për lojë, nuk është për simpatinë e dikujt, është vetëm mënyra jote që tregon pamjaftueshmëri. Asgjë më shumë." Eliona hodhi një hap përpara, duke ngushtuar distancën mes tyre, por pa u frikësuar. Sytë e saj ishin të ndezur nga emocioni dhe vendosmëria. "Nuk është morale të dobët. Nuk është as gjykimi i lojës apo simpati, por është për të treguar atë që kam kaluar, atë që jam, dhe nuk është fake." Tensioni brenda dhomës u shtua. Banorët filluan të flasin me zë të ulët, disa për të mbështetur Elionën, disa për të ndihmuar që situata të qetësohej. Shikimet e tyre ishin të ngulitura tek secili detaj i fjalëve, secila grime e emocioneve që shfaqej në fytyrën e Elionës dhe Labinotit. Labinoti hodhi një hap pas, duke përpiqur të ruante qetësinë, por fjalët e tij ishin ende të prera. "E kuptoj që ndihesh keq, por mënyra si e tregon këtë histori nuk është bindëse për shtëpinë. Nuk po them që nuk ke ndjenja, po mënyra jote. Nuk ka peshë tek të tjerët. Nuk është e vërtetë që ata të ndajnë këtë me ty." Eliona mbajti frymën dhe foli më ngadalë, duke vendosur theks mbi çdo fjalë: "Nuk është çështje bindjeje të tjerëve. Çdo histori ka vlerë, çdo ndjenjë ka rëndësi, dhe secili duhet ta kuptojë këtë pa u bërë gjykatës. Nuk është për të fituar simpatinë e askujt, është për të treguar atë që jam." Banorët u tundën në heshtje, disa me buzëqeshje nervoze, disa duke ndjerë tensionin dhe dramën e momentit. Toni, duke vëzhguar situatën, bëri një koment të ulët: "Po shikoj, kjo është drama më e madhe që kemi pasur këtë javë." Klodi qeshi lehtë, por në mënyrë që nuk e prishi momentin, duke shtuar një farë lehtësimi në tension. Labinoti hodhi një shikim të gjatë, duke analizuar vendosmërinë e saj. "Po, e di që nuk po përpiqesh të manipuloje. Po mënyra si e tregove. Nuk bind shumë, sepse nuk duket reale për ata që e shohin nga jashtë." Eliona buzëqeshi lehtë, por sytë e saj mbetën të ndezur me vendosmërinë e brendshme. "Nuk është problem bindja e askujt. Është respekti dhe e vërteta ime, dhe nuk kam nevojë të bind askënd për këtë." Në minutat e fundit, debati u ul pak, por tensioni mbeti në ajër. Banorët e tjerë qeshën nervozisht ose shikuan me habi, duke ndjerë dramatizmin e çdo fjalë të shkëmbyer. Situata tregoi qartë kompleksitetin e marrëdhënieve në Big Brother Kosova: respekti, ndjenja personale, perceptimi i të tjerëve dhe mënyra se si secili komunikon realitetin e vet. Kur debati përfundoi, Eliona dhe Labinoti mbetën përballë njëri tjetrit me një respekt të heshtur. Atmosfera ishte ende e ngarkuar.
por energjia ishte kthyer në një tension të kontrolluar, që la të kuptojë se secili kishte mësuar diçka nga ky moment dramatik. Banorët e tjerë shikonin dhe diskutonin në heshtje, duke ndjerë rëndësinë e asaj që sapo ndodhi. Ky debat nuk ishte thjesht një përplasje verbale, ishte një moment që tregoi forcën e karakterit, kompleksitetin e emocioneve dhe rëndësinë e sinqeritetit në lojë dhe në marrëdhënie personale. Për banorët e pranishëm, ishte një nga ato çaste që nuk do të harrohej kurrë, një kombinim perfekt midis tensionit, emocioneve të forta dhe reflektimit.